Tani besoj që do të bini dakord me mua që askush më mirë se sa presidentja jone e komisionit, Ursula von der Leyen, mund të besohet, pra askush nuk mund të besohet më shumë se sa ajo me fjalët përmbyllëse të kësaj seance. Dhe natyrisht në këtë lloj peizazhi që kemi këtu, ju luani rolin e drejtoreshës së kopshtit. Faleminderit shumë i dashur Edi. Faleminderit shumë që na mblodhe këtu. E jashtëzakonshme, siç ne e dim që apo siç ne e njohim që e bën, e dim që ndryshimet që po kalojmë janë historike, kjo s'ka dyshim. Kur ra muri në 1990-ën, u shpall se ishte fundi i historisë dhe ju kujtohet të gjithëve që na e mori mendja e që liria politike dhe ekonomike më së fundi do të shkrihej bashkë dhe kjo do të bashkonte njerëzit. Sot jemi këtu dhe historia është kthyer. E kështu është kthyer dhe gjeopolitika. Ajo çfarë perceptuam si rend botror, po kthehet në çrregullim botror i nxitur nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe betejat të tjera. Detyrat e fundit dhe ashtu siç u fol këtu Emanuel, nevoja për një thirrje për Europën për të zgjuar është artikuluar një sër herësh. Sot Evropa është zgjuar, i ka syt hapur, dhe ne e dim që duhet të ecim përpara, duhet të mbyllim hendekun e inovacionit, dhe ju e përmendët, na duhet të nxitim konkurrueshmërinë tonë, na duhet të ndërtojmë vetë këtë qendres tonën, dhe na duhet të zgjerojmë e të thellojmë rrjetin e partneriteteve që kemi në mbar botën. Kemi mësuar të gjithë që kur ka krizat të mëdha, Europa është ajo që jep ca prej përgjigjeve më të mëdha dhe ne e dim që gjatë viteve të fundit, pandemia, ndryshim, kriza e klimës, kriza energjetike, lufta ruse kundër Ukrainës, të gjitha këto janë kriza të rënda, të cilat në kanë sfiduar vërtet, por Europa ka dalë prej tyre më e madhe e më e fortë si nga çdo krizë. Europa është bashkuar më shumë në këtë pikë kthese të historisë. Dhe Europa ka qëndruar e bashkuar në mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën, sepse nuk duhet harrojmë. Kjo është arsyeja pse edhe komuniteti politik evropian është themeluar e krijuar për të mbledhur krah Ukrainës përballë agresionit rus, pra për të raditur krah saj dhe për sjell paqe në kontinent, ndërkohë që Rusia e ka lënë Europën. Vetëm fakti që jemi të ulur këtu së bashku me ju, Volodymyr, është provë e bashkimit ton të palëkundur, të çelikt. Dhe kjo tregon bashkimin ton, vendosmërinë ton e një bashkëpuni edhe më të madh për të ruajtur sovranitetin e Ukrainës, për gjetur një rrugë drejt një marrëveshjeje paqeje dhe për të pasur garanci të forta sigurie për Ukrainën. Gjatë rrugës, shumica e anëtarëve të KPE-s kanë mbështetur sanksionet kundër Rusisë dhe ato po japin efekt. Të ardhurat e naftës dhe gazit në Rusi janë ulur me 18% përpara luftës, ndërkohë që deficiti po rritet në mënyrë të papërshkrueshme. Inflacioni është në rritje mbi 10%. Dhe ne jemi gati të bëjmë më shumë për ta sjellë Putinin në tryezën e negociatave. Dhe shumë folës e përmendën. Kjo luftë duhet të përfundojë, ju e tha Georgia, ju e tha Kir. Volodymyri ka përshkruar të gjithë ato tek të ditëve të fundit. Për të qenë të qartë, ne duam paqe. Kështu që po punojmë për grupin tjetër të sanksioneve dhe elementet kryesore të kësaj pakete do të jenë për shembull sanksionet kundër Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2. Gjithashtu edhe listimi i
anijeve në flotën hije, gjithashtu edhe ulja e tavanit të çmimit të naftës, sepse duam paqe dhe ka ardhur koha që të angazhohemi seriozisht për një gjë të tillë. Por po kështu jemi mbledhur këtu në Tiranë për të ndërtuar të ardhmen tonë përbashkë dhe ishte mrekulli të dëgjoje folësit e ndryshëm të ardhmen tonë të Europës në një epokë begatie të përbashkët. Nëse ja dalim me sukses, të ndërtojmë këtë mirëqenie dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë. Ky është ngjitësi për stabilitetin dhe paqen në kontinentin tonë, është më i fortë se sa çdo agresion. Begatia, prosperiteti i përbashkët. Për ta bërë këtë, ndërlidhja duhet të jetë në krye të agjendës tonë dhe po I krijojmë këto mundësi tashmë përmes instrumentit për Ukrainës, përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor e Moldavin, së shpejti do t'i hedhim syt për nga deti I zi me një strategji të përkushtuar të BE-s për detin e zi. Në agjenda e ndërlidhjes që lidh Europën me Azinë qendrore përmes partnerëve tanë të Kaukazit Jugor. Është një vizion I jashtëzakonshëm për cilin duhet punoj për të lidhur infrastrukturën, transportit ndërkufitar, që të kemi fluks tregtar, të krijojmë lidhje digjitale që lidhin njerëzit rreth ti komuniteti politik evropian. Ne I kemi zhvilluar me shpejtësinë e dritës këto vitet fundit dhe Ky është fakti, se KPE-ja është më shumë se sa një ide apo forum. Është shprehja e aftësisë sonë për të zgjedhur e për të bërë ballë së bashku sfidave që ndodhin si europian. Dhe e them me besim, me shpresë e vendosmëri. Në fund, që mund të them rroft Europa. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dëshiroj të ndaj me ju faktin që në kanunin ton që është shkruar kohë më parë, ka një kapitull që ka të bëjë me mikpritjen. Dhe ai fillon me një citim që thotë që shtëpia e shqiptarit I përket Zotit dhe mikut. Dhe kjo fjali është vërtet shumë e thellë. Dhe është edhe origjinë e faktit që ne arritëm në fund të luftës së dytë botërore si vendi që në atë moment kishte më shumë hebrejnë se që kishte pasur në fillim të tij, sepse ata erdhën si miq, të cilët u mbrojtën, të cilët shqiptarët I mbrojtën me jetën e tyre. Por ndër të gjitha këto gjëra që ne bëjmë për miqt, gjë shumë të rëndësishme kemi që t'u japim atyre ushqim shumë të mirë. Kështu që për këtë arsye, pavarësisht se thuhet që dreka asnjëherë nuk është falas, sot do ta shikoni që është e kundërta, sepse sa herë që të vini në Shqipëri, në çfarë do lloj cilësie, do të jeni gjithmonë të mirëpritur dhe pas një ore do të rikthehemi që Europa të vazhdoj punën e saj. Faleminderit. Bravo. We are leaving without having